Si, urdhon? Po pretendoni që zoti Rumani po e shpëton zorin Gjoka me procedurë. Po, pikërisht. Na shpjegoni si? Sepse duke shtyr vepra del jashtë afatit të parashkruhet zot. Ky është problemi. Ky e merr në mënyrë që vepra e saj të parashkruhet. Ka paguar gjysmë milioni kjo Gjoka me shumë mbiemra, apo e ka urdhëruar Edi Rama, këtë unë nuk mund të them, por një njeri që ka minimumin e minimumit të integritetit, njerëzor, profesional, nuk e bën kur këtë, sepse aty s'ka asgjë hetim. Aty janë dokumentat me vula apostile, asaj ndërpritet automatikisht mandati dhe dërgohet për mjekje penale, se ka mashtruar, ka falsifikuar. Kjo është shumë e thjeshtë, është ABC. Në dalë dikush thot se nuk mund bëhet kështu. Po unë pse e përdor këtë? E përdor këtë se është rasti më tipik, se ç'bëhet pastaj në rrogoz të tjera, bëhet ajo që Troplini merret mandati i Troplinit, vjen mandat arrestit ndërkombëtar nga antimafia italiane dhe mbahet në xhep. S'ka nevojë për asnjë lloj legjitimimi nga gjykata. Mbahet në xhep nga Altin Troplini, nga data 26 prill, gjerë me datën 22 maj. Dhe 22 maj, poja, njeriu i 10 tonelatave kokain, që ka 4 vjet që kontrollon portën e Durrësit, ai çan ferë like dhe vazhdon kryeson bandën. Pra, besoj se këto janë akte shumë të rrezikshme për mbar shoqërinë shqiptare. Apo Taulan Balla. Ju e dini mirë se ju e keni, unë e di që Klodiana, ti e ke nga Alfa tek Omega dosjen e Toyota Yaris. Jo, shumë normal, edhe u them. Po ti ke lexuar aty. Ke lexuar aty. Se si Taulan Balla merr përsipër të shpëtoj jo vetëm parat, po të shpëtoj automjetet e krimit. Dhe Taulan Balla vazhdon kryeson grupin parlamentar Partisë Socialiste, sepse ky hap, e di ç'bëri ky apo jo. Dosja Toyota Yaris, për ata që u dënuan, ata Vladi me shok, është numër 26, edhe për Eriona Daupaj. Dosja për Taulan Ballën është 26 fraksion 1 në zyrtarin e Altin Troplinit. Pra, në vend se të mirë të Taulan Ballën, bashkë me të tjerë, dhe ta denonte siç takonte për krimin që kishte kryer, nuk nërmerr asnjë akt, asnjë mas. Atëherë, a është ky në shërbim të krimit, më thuaj mua? A nuk është kjo në shërbim të krimit, ose marr rastin tjetër të tij? Nuk mund të sulmojnë kur. Harroj të di një gjë. Do kërkoj 100 herë falur në qoftë se ndodh që u sulmoj njëri të panjohur të pafajshëm. Kur? Por kur unë lexoj se Taulan Balla merr urdhër nga Suel Çela, që të shkojë në Shkodër bashkë me Vat Stafën, prokurorin Vat Staka, dhe të lirojnë 2 terroristët që vendosën tritolin në nshalen e Lulzim Kulls, të cilët mund vrisnin disa qytetar nga eksplozioni, dhe Taulan Balla vazhdon kryeson grupin e Partisë Socialiste, sepse Altin faqeziu e përdor ligjin si pasurdhit ose interesave të tij private. Pra, nuk pranon që të dënoj njerëz të cilë janë thellësisht implikuar në krim. Atëherë, unë çfarë po bëj? Po sulmoj drejtësinë unë? Jo. Po sulmoj krimin brenda këtij sistemi, po unë garantoj që kam respektin më të madh, më të pakufishëm për çdo prokuror, për çdo gjykatë, për çdo hetues, për çdo polic që zbaton ligjin. Kjo s'mund. Zoti Berisha, kena temuar